Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, përmes Inspektoriatit Qendror të Tregut, ka intensifikuar aksionet inspektuese me qëllim parandalimin dhe luftimin e shitjes ilegale të cigareve elektrike për personat e mitur. Gjatë pjesës së parë të muajit qershor, inspektimet janë përqendruar kryesisht në bizneset që operojnë në afërsi të shkollave në disa komuna të Kosovës, përfshirë Prishtinën, Prizrenin, Gjilanin, Vushtrinë, Ferizajin dhe Vitin. Sipas Mindit, gjatë kontrolleve është verifikuar zbatimi i ligjit për kontrollin e duhanit, ndërsa shkeljet e evidentuara janë në procedurë trajtimi dhe do të ndiqen sipas dispozitave ligjore në fuqi. Nga kjo ministri bëhet e ditur se aktivitetet inspektuese do të vazhdojnë edhe në komuna të tjera të vendit, përfshirë edhe Gjakovën, ku pritet që inspektorët të realizojnë kontrolle gjatë ditëve në vijim. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit thekson se mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e shëndetit publik, veçanërisht të rinjve, si dhe në zbatimin e ligjit që ndalon qasjen e të miturve në produkte që mund të dëmtojnë mirëqenien dhe shëndetin e tyre.